gjithat liderët e Europës do të mbledhen sot në samitin që do mbahet për herë të parë në kryeqytet. Mendoni se do kemi ndonjë lloj përfitimi? Samiti ka ardhur për të mbuluar vjedhjet e votave që bëri Edi Rama. Një, në rast të parë. Në rast të dytë, kemi qenë me 2013 jemi marrë me gjinjistrat e këtij dhe prapë neve vazhdojmë akoma. Populli që ka votuar këtë e ka votuar vetëm nga detyrimi, se ty do të heq nga puna. E detyron. Nëse ti nuk vjen aty do të votosh për mua, thotë unë do të heq nga puna. Që kemi popull normal, si mund Po normal. Po detyron, do fakt të punë që ka detyruar do vish aty që të heq nga puna? Fakt, do. E kemi me fakte. Me fakte. Po, e kanë detyruar që do vish këtu administratën, për administratën më vërtet. Janë gjithë këta. Në qoftë se është një votë e lirë, a ka mundësi të vinë të votojmë të mbyllemi 10 këtu, 10 këtu, e të shikojmë për këtë do votojmë? Kjo është një mashtrues, edhe mua më vjen shumë keq për popullin që nuk mori, kemi që më 2013 që po vuajmë, na i ka lënë prindi trugve, e morë vesh atë, ajo s'ka 500 lekë, në vend të ulet, pse duhet të uçe këtu, po të shkonte të pinte një kafe. Me çfarë të shkoj? Ja, ku është, me çfarë të shkoj? Mua sot më ka mbyllur 2 ditë rrugët ai. Unë jam pa punë 2 ditë, kush më paguan këto 2 ditë? Që kush ka ardhur për mua? Do më jap Samiti? Këto lekë kush do më jap? Më kuptoni? Ç'është fare e thjeshtë. Po, çfarë duhet bëjmë ne si popull? Ne si popull. Ti të dalim nesër duhet të ngrihemi, duhet të ngrihemi. Një minutë, në 2021 në Kamzë u bënë votat në Kamzë, u bënë elektronike. Fitovi PS-ja. Kurse këtë radhë fitovi PD-ja. Në Vorë kanë ndaluar votat, domethënë që mos jepin se ishin 6 kutitë e para që u hapën. Këto e keni parasysh çfarë vjedhje kanë bërë? Nga 600.000 që kanë votuar, kanë dalë 1 milion e gjysmë vota. Shko çfarë vjedhje është bërë? A mund të ku shkojnë këto? Hajmë të tregon. Ne simi 1 milion e gjysmë këtu. Ne simi 800.000 veta kemi mbetur i gjithë po. Me gjithë këtë situatë, pse Europa nuk reagon dhe të marrë një po çfarë të rëve? Po kanë interesin e tyre. Kanë interesin e vet. Po asgjë, çfarë reagoj? Çfarë bëri? Ma tregon. A me fakte, a e gjeti Blendi Klliçi duke vjedhur me çanta këtu që ikën. A e vajti dhe tjetra aty me fakte në përzyrat që s'din çfarë bënë në përqendrat këtu, në për këto, edhe jepnin votat. Si do vej halli jon tani? Halli jon, nëse e merr këtë vjet, këtë që siç po vazhdojnë, unë them inshallah ndryshoftë do ngjej që mos pranohen votat, mos pranohen votimi dhe populli të shikojë nga populli. Po nuk e votoi, i vodhi. Nuk e ka votuar. I ka detyruar pra. Po 1%, kurse të tjerë ti ka blerë. Hajde të vëmë në Dibër çfarë ka bërë ai në Dibër. Ka hedhur 600 milion lekë. Që i ka blerë Dibër. Kurse Kuksi i mori po të paktën ja dha. Për ku do që të them që hajde këtu në Tiranë, ja ku jemi, ja ku është sheshi, këtu, më shesh, le të bëhen 2, e të vi ky person, tjetri, t'i japin votet dhe shikojmë. Dhe të votojnë 100 veta, sa do marrë Edi Rama, edhe sa do marrë... Nuk po flasë për Sali, unë po flasë për Partinë Demokratike, jo për Sali. A duhet që dhe opozita të riformohet sërish dhe të sjellë figura të reja? Po, shiko, edhe kjo është një çështje tjetër. Se edhe Sali Berisha, nëse Sali Berisha deshte të fitonte si parti. Se pas, ajo ishte, domethënë, nëse kishte fituar Partia Demokratike, po pra. Nëse kishte fituar Partia Demokratike, ky është thjesht do ishte 5-6 muaj si i përkohshëm dhe pastaj do zgjidhni një njerëz që kurse këta i vjedhin, ajo dek pa tut. A ka mundësi? Shko, a ka mundësi një kryeministër vetë në Dibër e thotë të mëroj në gratë, thotë, edhe juve jeni çyryk. Verini burrat me gjumë, thotë hajde më votonin. Po i blevi, nuk ka, s'ka shans. I blej. Po si shitemi neve me... Po unë nuk shitem. As për 100 milion të më jap, nuk shitem, unë, personalisht. Se kam nevojë për popullin, për tjetën të ecë përpara. Ajo thotë më 2030 ndojmë në Evropë. Jo më 2030, po më 2330 e nuk jemi në Evropë. Jemi pensionista në nuk duhet djemë për Samitin, që Samitin japë. 27 lider do zbarkojnë në Samitin që do të për interesin e tyre. Pra nuk do ketë Leverdi për Asnjë Leverdi, ajo, ai Britaniku, Leverdi ai çeton ai francezi, të bëjnë kampe këtu, se Shqipëria u kthye në kampe për çdo. Pra mendoni që gjithë Leverdia e tyre është që të organizojë. A foli njëri për këto zgjedhja, ai duhet liku në këtë, s'foli njëri që. Mendoni se janë vjedhur? Po sa tjetër, po duket as shiqare.
Çfarë ju bën përshtypje në këto zgjedhje? Fakti i numrit mandateve të shumta të Partisë Socialiste apo Po jo fakti, po ishin të tërë, të gjithë vetëm për të vjedhur. Që ne s'kemi që më dorë nga, ne duam votat, ne i duam. vodhën apo dhe opozita ka dështuar? Më që opozita s'ka qa bën se ai ka fuqin nga gjithë fuqin e tij, çfarë të bëjë opozita. Ai ka gjithë patronazhistët e vet, çfarë ka punë opozita. Ai ka vetëm këtu janë futur me 1.000, 20.000, po i dha 10.000 nga këta punëtor. Ja 5.000 ka kalamaqe këto, 15.000 mori votën ai. Pra administrata mendoni sipas jush që ka dhënë gjithë Po fitoren? gjithë ajo fiton. Po qytetari thjesht, Ja, populli ja dha, thjesht, ja dha pse shumë. nuk ngrihet? Ja, kush të ngrihet? Ku ngrihemi ne vetëm për atë duam, ku na japi 100.000, na japi 1.000 lekë, 10.000 lekë, ne themi shqyqy që na do. Është faji jonë që sërish i dham një mandat të katër. Është faj dhe nuk popullit bëm një komplet. ndryshim Është rrënjësor. faj, se ne duhet bërim ndryshim, siç ka bërë Italia. Berlusconi bëri 20 ndryshime, e botonin, e rëzonin, e thënë ta. Edhe ne duhet bërim ndryshim. Ai ta kuptosh të popull. Po çfarë nuk shkon me ne si popull? Me popull po nuk shkon sepse ka thënë ai në para, ky popull, i fati i këtij popullit varet nga pi, nga 65% jemi fshatarë. Ignorancia, edhe në konet ven. Pra nuk kemi një Sepse ai atje, Abedin Shara, po në atë hapjen e kënetës, ishte një nga studentët më të mirë, ata ngrishin që ishin palar e thoshin tavarim. Që tavarsh, a i zberis në një. Është në dorën e këtyre pra, që mbledhin kanaçe këto gjërë, popullon. Po Rama do na thosë se Bashkimin Evropian. Ne Europiani, pasaport, po ne qa Europiani, a futëm morën vizën. Unë tash i marr vizën, shkoj një deshje, futëm dhe qef, ku ndoj qefi. A e kam pasaportën. Ben, ja nesër pas nesër është ajo, Championsi në Gjermani. Unë se aeroplanit i ka pash, qa pasaportë du? Po do thoni më lirshëm, pas një lloj. Mu qa lirshëm, ore, kur të futesh në Europian du të kesh lekë. Me qa pensione, me 150, a i me 200 lekë, me 200.000 orë? Ku ka pension shumë? Unë meri nga këta që vinë këtu që bëjmë mua betë ullën. I themu qa bën, grumulloj pensionin një vit, unë grumulloj pensionin një vit nuk shkoj do të Saran. Nuk shkojmë do të Saran. Ekonomia e vendit tonë. Po shkare, ore, ne këtu kenesh miliona lekë, shikon këtë që parkimi këtu është miliona lekë, po ne hajtë në japë. Se thot, Osobe komentoi negativisht të se zgjedhjet. sa thonë, sa me varvër tjetë, a i më shumë e do. Sa më të varvër ishim të ku e Enverit, a i bërtisni, parti Enveri jemi ku da gati kur dhe. Osobe Odir, pra gjeti parregullsinë në këto zgjedhje. Po. Dhe këto edhe i dha në një deklaratë. O me leti gjej që do duash, këta e morën, mos e vrit me dhe. Ne thoshim të ne abejmë, kanë anulluar e erë zgjedhje tek ne ata. Këtu ka leverdia, kush pa ti shikoje, hynë këtu, rrezik nuk gjen dot një shqiptar të flasim me ty. Shon një italian, një amerikan, një kështu. Vërtet që do hymë këtu, po të pak në për qa hynë. A i herë që ande e vrava atë, a i iku pra. Për qa hynë? Turista ka gjithë bota, me ikë në Greqi, ti ke qanë. Ikë në Itali, ikë në çdo vend, turista ka gjithë bota. Po shikojmë në turista, edhe në kone në verë kishte turista. Kishte turista atë në ato. Po jo të mburemi me turistat. Ne mburemi këshu, në ngri presionin. Ne e plegun, sepse nuk na duhen për vizita për gjë, i thaj, ta është me bukta, që ta me bukta, pension jo, ta pension ajet me ilaçat, nuk ajet me bukta. Sak më vetë. Një thirrje për kryeministrin? Që kryeministri, unë s'dua t'ja di fare, frate, aje ka për mendime, që di beshët, aje ta të reqe, mos ta të reqe ishtë për fjë parë. Aje patallet dhe me gazetarë, dhe ke parë. 47 liderët Europian do të zbarkojnë në kryeqytet për samitin që do mbahet për herë të parë. Si e komentoni, si do ndikoj ky samit në vendin tonë? Pra do të kemi përfitime? Të shimu jem dakord që të vinë, po këto samitet që të vinë, ata që kanë ardhur për parti sistemi, kanë qenë burra më shteti më të fortë. Ta nuk janë e të fortë. Se të vinë Europa këtu të zbarkojnë në shështë Skënderbej, edhe ti shkon e takon që nuk e nivellit këmbëtarë dhe nërkëmbëtarë, do të me i bëllu këtë mirë. Se popullë shqiptarë nuk pranon për ullet, as të nënshtrojnë të fujve. Pra ti mendon që ne po i nështromi? Kjo është gabim. Nënshtrim nuk ka. Ne nuk i nënshtrojnë kuj. A i vjen, bën vizit, mund të marrë banimin, ne këna për detyrë të japim. Po të japim me në kokë, në favor të zotit popullit. Nuk do të komo përfitimin. Gjitha të që vinë të fujt tu. Tek ne do të flasim në favor të rinis. Po nuk falim në favor. Rinia? Ha? Kush rinia? Rinia kajk,
Këto kanë marru. Se ka ikë, se është kjo rinjë që ja dha sërish votë. Po s'ka rinja, nuk ka kushe, nuk ka kushe rinja, por sa është diaspora ba. Diaspora e bota punën për vete, nuk punën për ne. Unë do të punoj për dhëmë tim, për prasin tim, për rinin. Unë do të për moshën time. Moshën time, po, me dhonat pension mirë, me rritë pensione, me siguruar në rrogu. Po rinin do të me unë për të salë, me i pas të gjitha kurset, me kanë rinja të nashën. Atë rinja të bënë punë, e të naron, jënë Shqipni, po ku të në botë. Këto zgjedhje, si e kom? Po s'jam besoj gjithë për herë të parë. Ka Macroni ka qenë disa herë me Do të organizojnë samiti. Asëmi është gjë e mirë, po besoj se demokracia duhet të funksionojë akoma mirë në Shqipëri. Ndoshta kjo do të jetë një mësim edhe për gjithë shqiptarët. Faleminderit. Samiti apo? Kaq. Si s'do kemi leverdineve, ne po bëjmë jemi gjithmonë në rritje, shtet në rritje. Kështu që gjithmonë Çfarë na specifikon si shtet në rritje? Për çfarë kemi të mirë që po rritemi? që kemi bërë shumë ndryshime, thelbësore të tipit çdo qytet është zbukuruar, është rregulluar sistemi ujit, janë rregulluar shumë gjëra, kështu që Pra fasada është më e rëndësishme se ekonomia e qytetarëve. edhe ekonomia diçka asnjëri nuk mbetet pa bukë. Që të mos ketë bukë ta haj. Po tash përmbihet ai su. Është tjetër puna ajo, po. Të jetojmë se Varet si duket ajo, pastaj po pa bukë s'ka njeri. Të gjithë ndihmojnë. 25-ën po fillon përmendëm të Shiko, bukën. një gjë që ne pensionistëve, për shembull, po na i rritin. Në Europë, jo për gjë. Po na i rritin çik mirë na bën të na i rriti pension.